vajzë. Çdo vlerësim më ka thënë që në fillim. Tani, për të çuar këtë vlerësimin dhe konsideratën për një person në një hap të dytë, normalisht ti do të çosh shumë gjëra të tjera. Po. Nuk mund ta thuash direkt, do e shohësh një ky personin. Bie dakord me veprimet që bën, se okay, kjo pas ka këtë qasje për botën, ka këto karakteristika, ka këtë karakter dhe më pëlqen. Po tani, sa mundësi ka që të shkojnë në një fazë tjetër ky vlerësimi dhe kjo konsiderata? Normalisht ai do më shikojë më edhe disa ditë të tjera. Se nuk janë dhe shumë ditë, se prap 20 ditë janë qëndrimi. Dhe ai më ka shprehur javën e dytë. Jo, pas javës, nga javë rreth javës së tretë. Kështu që normalisht kërkon kohë që ti ta çosh këtë vlerësimin në një fazë tjetër. Dhe për rolin që e bëri brenda javës, e justifikoj që ishte provokim. Që unë nuk e di që është provokim apo jo, po bën sens që një provokim të bëhet në aq pak kohë, edhe një gjë që mund të jetë e vërtet kërkon kohën e saj që të çohet në një fazë tjetër. Po, ai ka thënë, me thënë drejtën. Unë nuk linda sot edhe nuk linda sot u përballa me një njeri manipulues. E kuptoj shumë mirë kur një njeri është manipulues. Kur është me të tjerë dhe kur është me mua, se e di si më manipulon fjalët, e di si veproj manipuluesit. Nuk vërtet jam 21, po s'kam lindur sot, se kam njohur njerëz plot në jetë. Unë i thashë. Ua, kur tha manipulues. Edhe bini natë bisedose te une, folkesh për gjithë tjertë, edhe kujton që une, po, jesh një djalë i mirë dhe besoj. Po, që gjuri që ti thonë të frute mos më fal ma, Mund t'ja thash, po, dhe të kuptoja, si mendoj për gjithë tjertë, që më tha. Do vi një ditë që do vi një ditë, po me siguri ka ardhur, që të njëjtën gjë që thot për të tjerët e ti, e thot edhe të ti. Po që më të kujtësoj se di, ajo thot, shumë që normale. Darnjën se ka ardhur në shtëpi dhe s'basi asnjë gjë